Mirëmbrëma, mirë se vini në World Report. Jeni me mua Sali Doçen për gjatë minutave në vijim për të diskutuar zhvillimet kryesore sa i përket luftës në Europën lindore, por gjithashtu edhe dinamikat e reja të lindjes së mesme. Sytë të gjithë botës për gjatë kësaj fundjave ishin në Mar-a-Lago, rezidencën private të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila u kthye në një rezidencë qeveritare për të mirëpritur presidentin Ukrainës Volodymyr Zelensky, teksa pritshmëritë ishin të larta për një zgjidhje sa i përket konfliktit në Europën lindore. Në fakt të duk se konferenca mes dy liderëve nuk sqaroi asgjë, me analistë ushtarak të cilët thanë se realisht nuk e kuptuan se kush ishte qëllimi i kësaj vizite, për aq kohë sa as Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe as Ukraina nuk qartësuan. Për te planet 20 pikë është bërë publik nga Kievi se çfarë dakordësi ishin arritur për t'i dhënë fund luftës me Rusin. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, por edhe kreu i shtëpisë së bardhë, tha se kishin zgjidhur nga 90 deri në 95% të problematikave në Donetskun dhe çështjen territoriale të këtij rajoni që mbetej ende e pazgjidur, por edhe menaxhimin e termocentralit bërthamor të Zaporizhjas. Ky ishte mesazhi kryesor që u mori ditën e djeshme, pa më shumë detaje nga konferenca për shtypje e Zelenskit me Donald Trump, ndërkohë që pikërisht kreu i shtetit Ukrainës zbuloi ditën e sotme se kërkuan garanci sigurie 50 vjeçare nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por oferta e Washingtonit është për garanci sigurie 15 vjeçare, për cilën Zelensky tha se mbetet gjithashtu një ofertë e mirë. Ndërkohë Donald Trump nuk humbi kohë ditën e sotme dhe telefonoi Vladimir Putin për ta informuar atë për gjithçka që kishte ndodhur në takimin e një dite më parë me presidentin e Ukrainës. Ka qenë Caroline Levitt, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, e cila bëri le themi njoftimin zyrtar të kësaj telefonate, e cila erdhi pasi Donald Trump foli edhe të dielën me presidentin rus Vladimir Putin. Ndërkohë ndihmësi i Putin për politikë të jashtme konfirmoi se telefonata midis dy udhëheqësve u zhvillua dhe shkoi mjaft mirë, por në fakt ditën e sotme pati akuzat mëdha nga Rusia ndaj Ukrainës që sollën dhe detyruan Vladimir Putin t'i thonte Donald Trump se Rusia po shqyrton pozicionin e saj në negociatat e paqes, pasi ka qenë pikërisht ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov i cili akuzoi Kievin zyrtar se kishte hedhur 91 dron drejt rezidencës zyrtare të Vladimir Putin në një rajon të Rusisë. Bëhet fjalë pikërisht për një sulm të ndodhur në rajonin e Novogrodit, sipas asaj që deklaron Moska zyrtare, ku 91 dronë të cilët u hodhën u shkatruan plotësisht. Në pamjet e publikuara në X tregohet edhe rezidenca zyrtare e presidentit rus Vladimir Putin, e cila dyshohet se ka qenë objektivi i sulmit kryer nga Ukraina, por Kievi zyrtar pati një reagim të menjëhershëm nga akuzat që u bën nga Sergej Lavrov, i cili theksoi se Moska do ta merrej në mënyrë imediate dhe se tashmë një plan është hartuar për diçka të tillë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka mohuar gjithçka, duke thënë se ajo çfarë po thot Moska është një gënjeshtër e fabrikuar nga Kremlini në synim sabotimin e përparimit që Ukraina ka bërë në bisedimet për paqe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe veçanërisht me presidentin amerikan Donald Trump. Këtij të fundit, presidenti i Ukrainës i kërkoi që të reagojë menjëherë për të mos besuar pikërisht të gënjeshtër nga ana e Rusisë. Ka shkruar Volodymyr Zelensky në X se Rusia është përsëri në këtë situatë duke përdorur deklarata të rrezikshme për të minuar të gjithë arritjet dhe përpjekjet tona të përbashkëta diplomatike me ekipin e presidentit Trump. Ne vazhdojmë të punojmë së bashku për të ofruar paqen. Kjo histori e supozuar e grevës së banesave është një trillim i plot që synon të justifikojë sulme shtesë kundër Ukrainës, përfshirë Kievin si dhe refuzimin e vetë Rusisë për të ndërmarrë hapat e nevojshëm për t'i dhënë fund luftës. Gënjeshtra tipike e ruse, për më tepër rusët kanë synuar tashmë Kievin në të kaluarën, duke përfshirë këtu ndërtesat e kabinetit të ministrave. Ukraina nuk ndërmerr hapa që mund të minojnë diplomacinë, përkundrazi Rusia është gjithmonë që ndërmerr hapa të tillë, ndërsa Ukraina synon thjesht paqe, ka deklaruar Volodymyr Zelensky. Ndërkohë Rusia vjen të bëjë pretendime sa i përket frontit të betejës, duke thënë se kanë arritur të avancojnë në rajonin e Donetskut duke marrë fshatin Dibrova, është pikërisht fshati i shënuar me shenjën e kuqe. Në këtë hartë vizuale të sjell nga media britanike Sky News, bëhet fjalë për një fshat i cili është vetëm disa qindra metra katror dhe përpara nisjes së luftës në këtë fshat jetonin rreth 122 banorë, sipas të dhënave më të fundit nga arkivat e Kievit zyrtar, që tregojnë kështu se është një pikë jo shumë e rëndësishme strategjike. Ndërkohë Donald Trump hidhet nga lufta në luftë, ku mbrëmjen e sotme po pret pikërisht në rezidencën e tij në Mar-a-Lago kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Në një deklaratë për shtyp vetëm disa minuta përpara zhvillimit të takimit të tyre, në pritjen që i
bëri kryeministrit izraelit. Donald Trump foli dhe tha se shumë shpejt Shtetet e Bashkuara synojnë që të shkojnë drejt fazës së dytë të armëpushimit për Gazën, ku parashikohet vendosja e një bordi ndërkombëtar dhe diskutimet për nisjen e rindërtimit. Kreu i Shtëpisë së Bardhë foli edhe për spekulimet të cilat kanë qarkulluar në javët e fundit se Izraeli kërkon një tjetër sulm ndaj Iranit për shkak se Teherani zyrtar po shton prodhimin e raketave balistike dhe po rikthehen programin e tij bërthamor. Donald Trump deklaroi se nuk do të ngurojnë të sulmojnë sërish Iranin siç bën përgjatë këtij viti, parashikohet sa Teherani kthehet në një kërcënim për sigurinë globale, por mbi të gjitha për lindjen e mesme, të cilën synon që ta destabilizojë. Ndërkohë Kina ka shfrytzuar të gjithë këtë moment për të nisur stërvitjet ushtarake rreth Tajvanit. Pamjet që po shihni në këto momente janë publikuar nga ushtria kineze dhe Pekini zyrtar thotë se misioni i tyre i koduar, misioni i drejtësisë, po zhvillohet disa ditë pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan shitjen e një prej paketave më të mëdha të armëve në Tajvan me vlerë $11 miliard. Ky veprim shkaktoi reagime të menjëhershme nga Pekini, i cili nga ana tjetër sanksionoi firmat amerikane të mbrojtjes. Përpjekjet e Tajvanit për të rritur mbrojtjen këtë vit kanë zemëruar pikërisht Kinën, e cila pretendon ishullin e vet qeverisur si territor të tyre dhe kanë thënë se është një luftë e cila do të bëhet kundër disidentëve ose më saktë një paralajmërim që do të bëhet kundër forcave separatiste dhe disidentëve të cilët e mendojnë Tajvanin jo pjesë të Kinës. Ishte ky një briefing i qartë të gjithë situatës dhe zhvillimeve më të fundit sa i përket konflikteve më të nxehta globale. Mbrëmjen e sotme në program do të diskutojmë më gjërësisht takimin Trump-Zelenski, i cili duke nuk dha ndonjë rezultat të drejtë për drejtë për fundin e luftës, por pati një riorientim strategjik të saj, mbi të gjitha përpjekjen e Kremlinit për të minuar çdo mundësi për të arritur një paqe me Vladimir Putin dhe ekipin e tij, të cilët pretendojnë se Ukraina ka sulmuar pikërisht një rezidencë të rëndësishme të vetë kreut të Kremlinit. Të gjitha këto me njëherë vetëm pas sigles. Kam të nëjësin të kemë mbrëmjen e sotme në program, kolonel Sami Nezerin, kolonel Mirëmbrëma, faleminderit që jemi mbrëmjen e sotme në War Report. Ndërkohë në një komunikim të drejtë për drejtë nga Gjermania, do të jem tani me Lulzim Veliun, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zoti Veliu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit profesin. Kënaqësi t'ju kemi sonte në War Report. Pam një takim mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit në Mar-a-Lago të Floridës, për cilin gjithë bota kishte pritshmëri të larta me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski, që thotë se shumica e çështjeve të cilat konsiderohen problematike për Ukrainën kanë gjetur një zgjidhje, por as Donald Trump e as Volodymyr Zelenski nuk dhanë ndonjë detaj për diçka të tillë. A ishte rezultati i pritshëm i bisedimeve që u mbajtën ditën e djeshme? Nuk e di nëse më dëgjon zoti Veliu? Po, ju dëgjoj, po mendova se pyetja është për musafirin në studio. Edhe një herë, mirëmbrëma, nga gjitha ajo që po deri më tani mirë, po edhe nga vetë konferenca për shtyp që është mbajtur nga të dy presidentët, presidenti Trump dhe Zelenski, është parë qartë se nuk është arritur një marrëveshje, nuk është se negociatat kanë ecur para dhe nuk është se kemi diçka konkrete në këtë takim. Mirë po për ta bërë një analizë më të thekur rreth kësaj, unë do t'isha kthyer një vit mbrapa kur në krye të Shtetit të Bashkuara të Amerikës kishim një president tjetër dhe kishim një pozicion shumë më ndryshe nga ai që kemi sot për Ukrainën dhe për luftën në tërësi dhe për krizën ruso-ukrainase. Pra para një viti, kur Rusia ishte në një kolaps, kur Rusia ishte në prag të humbjes së kësaj lufte dhe punët ecën shumë mirë e mbar për Ukrainën, kishim deklaratat fuqishme të presidentit aktual Trump, edhe pse ende jo në detyrë, se do t'i nevojiten vetëm 24 orë për të arritur marrëveshjen në mes të dy vendeve. Dhe ja që tani kemi kaluar një vit dhe nuk kemi një marrëveshje në mes të këtyre dy vendeve, dhe lojrat që i bëri presidenti Trump, duhet thënë qartë se kundrejt Ukrainës, e bën që pozicioni i Rusisë të ndryshojë dhe sot Rusia është shumë më e fuqishme se para një viti dhe arritja e një marrëveshje në mes të dy vendeve është shumë më larg dhe shumë
më vështirë për të arritur për shkak të ndrimit të konstelacionit të vetë Rusisë dhe forcimit të saj, jo vetëm në sferën politike diplomatike, por edhe në atë ushtarake e financiare. Pra, marrëveshjet e Rusisë me vendet e largëta, kryesisht me Indinë, i kanë sjellur asaj një përparim të dukshëm dhe në këtë mënyrë po bëhet gati e pamundur. Për të rikthyer prapë te konferenca e djeshme e dy presidentëve, ku në fakt vetë gestikulacionet e asaj konference ne bën të qartë se gjithë ajo çfarë fliste Trumpi sikur nuk ne mbushte mendjen se me të vërtetë ka diçka në këtë drejtim, pasi që vetë presidenti i Ukrainës nuk i merrte me seriozitet dhe ishte në një formë në një mimika e tij gjithmonë duke u qeshur, bënte me dije se sikur edhe nëse ato janë të vërteta, ishte shumë i pakënaqur me atë çfarë kishte dëgjuar e kishte parë. Mirë po, një gjë që ndoshta do të kisha dashur këtu ta theksoj, unë mund të them lirisht se pozicioni i presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky tani më është shumë i qartë se është në një të njëjtin pozicion me vendet e Bashkimit Evropian me Evropën dhe takimet me Amerikën i duhen patjetër dhe duhet të mbajë një konstelacion me ta të pashkëputur, derisa në një ditë urojmë që sa më parë që është e mundur të kemi një marrëveshje në mes të këtyre dy vende, të kemi ndaljen e asaj lufte të tmerrshme që tani më ka kaluar 3 vite dhe të rikthehet paqja në Evropë, pra i duhet patjetër që të ketë marrëdhënie edhe me Shtetet e Bashkuara dhe me presidentin Trump, që në shumë raste të duket sikur është në krahun e Putinit dhe Rusisë, me keq ardhje. Të edhe qartë, zotë Veliu. Ndërkohë, kolonel Neziri, pam një Donald Trump i cili foli me konfidencë përballë mediave se po arrinin një zgjidhje për këtë konflikt dhe Volodymyr Zelensky, i cili nuk nguroi të thoshte se Donetsku mbetet ende pjesa e pasgjitur e kësaj marrëveshje, duke mos folur për referendumin dhe duke thënë se është diçka e cila duhet ndodhë sipas ligjit, por nuk jemi në këtë moment. Çfarë duroi ky takim? Pati realisht një plan konkret si mund dilet nga kjo luftë, apo ishte një tjetër show propaganda i Donald Trump? Unë besoj përveç optimizmit nuk pati në zhvillim tjetër. Optimizmi në këtë rast shërben për të mbajtur gjalla të frymën e negociatave dhe besoj që u shpreh edhe nga Ukraina dhe nga presidenti Trump. Fillimisht edhe nga Rusia nuk pati detaje, por u shprehen fillimisht pozitivisht dhe më vonë pastaj ndruan edhe ato qendrim, por praktikisht nuk pati zhvillime. Dhe gjithë jemi tek ajo çështja kryesore që kanë ngecur bisedimet, që është territori dhe më kryesor, sepse ka edhe të tjera, por territori dhe centrali bërthamore i Zaporizhjes. Të dyja palët e kanë të vështirë që të bëjnë lëshime. Qoftë Ukraina nuk lëshoi territor, pra këtë nuk e ka tagën presidenti i Ukrainës për ta bërë. Dhe kjo mund bëhet vetëm nëpërmjet një referendumi, por referendumi do kërkoj kushte të reja, pra do kërkoj armëpushim, do kërkoj krimin e kushteve, që njerëzit kthehen dhe të shkojnë të deklarohen. Nga ana tjetër, edhe Rusia tashmë ka bërë pjesë të kushtetutës vet, gjithë 4 provincat që i ka pushtuar edhe Krimen. Kështu që edhe ajo pretendon që janë pjesë e territorit të Rusisë, por ajo që është prapa kësaj është kjo që Rusia duhet të marrë diçka në këmbim të 4 vjetëve luftë. Pra duhet justifikoj 4 vjetë luftë dhe me 1 milion afërsisht të vrarës dhe plagosur, të humbur, të pa aftësuar nga ushtria saj dhe plus dëmet ekonomike. Kështu që shkurt, kjo ishte një në vazhdën e këtyre takime për negociate, por nuk pati në rezultat konkret. Thjesht një detaj pati që Ukraina mori garancit me fjalë, pra garancit e sigurisë, por asgjë konkrete, sepse Ukraina edhe këtu insiston, kërkon garanci sigurie ligjërisht të zbatueshme, që do të thotë
të jenë të miratuara nga Kongresi Amerikan dhe Parlamenti Ukrainës. Pra, dhe jo të tilla si ishte për shembull memorandumi i Budapestit apo Minsk, marrëveshja Minsk. Rëndësit cilat këto nuk janë ndarë akoma për shkak se ka probleme të aspektit territorial dhe mosmarrëveshje. Ndërkohë, zoti Veliu më thatë diçka shumë interesante pak më parë. Kishim një Ukrainë e cila në administratën apo në ditët e fundit të administratës Joe Biden po ja dilte në aspektin ushtarak. Nuk kishte lejuar Rusinë që të avanconte, një avancim i cili është vënë re ndjeshëm këtë vit. Putin thotë se kemi marrë mbi 5.000 km2 territor në Ukrainë, ku sigurisht pjesa më e prekur ka qenë pjesa strategjike e Donetskut. A mendoni se Vladimir Putin po e fiton këtë luftë me bekimin e Donald Trump? Po, në një farë mënyrën do të kisha thënë pak më ndryshe. Donald Trump sikur po e kryen obligimin ndaj presidentit Putin për ndihmën që i kishte dhënë në të dy rastet në zgjedhjet e Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe më duket se ky është duke kryer një obligim kundrejt tij pra për mandatin që ka marrë si president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tetë qartë. Duke pasur përballë se në fillim të mandatit të tij, përveç se për një periudhë kohore ndaloi ndihmat të ushtarake kundrejt Ukrainës, pastaj ishte ndaluar edhe të gjitha informacionet që dilnin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth luftës dhe Rusisë, ja bën Ukrainës të pamundur të rezistojë dhe të bëj luftën që e kishte bërë gjatë vitit 24. Pra fillim viti ishte i tmerrshëm për Ukrainën dhe në atë periudhë kohore është kur Ukraina humbi shumë territore të cilat është gati e pamundur për t'i rikthyer tani. Ndërkohë, zoti Veliu, kemi një Donald Trump i cili insiston për paqen dhe thotë se do të jem unë njeriu që do ta sjell paqen, por ka dështuar her pas here pasi Moska ka treguar se nuk është realisht e interesuar në angazhimin e një procesi të tillë. Duhet ju sjell sot shembullin më të fundit ku Rusia akuzoi Ukrainën se kishte shënjestruar me 91 dron rezidencën qeveritare të Vladimir Putin në rajonin e Novogrodit. Ukraina thotë se kjo është një tjetër manovër e Rusisë për të ndalur përparimin e këtyre negociatave. A është realisht Rusia aktori që nuk do paqe? Po me sa duket po, veprimet e tyre kanë qenë gjithmonë njësoj. Një gjë të tillë kemi pasur edhe me Serbinë në shumë raste kur në prag të arritjeve të marrëveshjeve ose në gjërat kur nuk ju kanë shkuar shumë përshtatje, kanë bërë veprime të tilla dhe i kanë hedhur fajin palës tjetër. Unë jam mësej sigurt se një veprim të tillë nuk është nga Ukraina, nuk sulmi që është bërë me ata dron në shtëpinë apo në rezidencën e Vladimir Putinit nuk është bërë nga Rusia. Një gjë të tillë deklaroi edhe vetë presidenti Zelenski, pra janë taktizime për të penguar procesin e ndoshta edhe për të ndalur tërësisht pasi që ata ditëve të fundit si stat edhe ju vetë kanë pasur përparime edhe në territore. Pra qëllimi i tij është që të marrin sa më shumë që është të mundur territor nga Ukraina. Në këtë pikë ka dalur qartë Zelenski se nuk është i gatshëm të nënshkruajë asnjë marrëveshje për dhënien e territorit pa një referendum, pa deklarimin e qytetarëve të tij, pra ai në vete nuk e ka fuqinë për ta pranuar dhe nënshkruar një marrëveshje ku do të humbte territor. Dhe gjërat e tilla me sa duket Rusisë të shkojnë përshtatje, momentalisht qëndron në pozicion është mjaft mirë. Në anën tjetër e shet që pozicioni i Shtetit Bashkuara kundrejt kësaj lufte dhe ndihmën që e bëri kundrejt Ukrainës në të kaluarën nuk është duke e bërë sot, dhe për ta është shumë e lehtë. Pastaj ne po shohim edhe veprime të tjera përveç krizës së Ukrainës, nuk duhet harrohet asnjëherë lindja e mesme, por edhe ushtrimet e fundit ushtarake të Kinës që bëhen afër Tajvanit. Nuk janë rastësi, të gjitha kanë një ndërlidhshmëri. Dhe në rast të hapjes së një fronti të ri në Kinë, atëherë ku do të shkojë bota? Dhe ku do të shkojmë mbi gjitha Amerika. Ndërkohë, kolonel, shohim një Donald Trump i cili duhet thënë, është
e pashme nga të gjithë fakti se Rusia ka luajtur me të disa herë sa i përket paqes që ai aq shumë e kërkon. Ndoshta për te paqes edhe prestigjin që do t'i jepte dhe kredën politike që do t'i jepte atij pikërisht zgjidhja e këtij konflikti kaq të rëndësishëm. Kemi parë një Donald Trump i cili qëndrimin e ka pasur të dyzuar në këto 10 muaj, 11 muaj në detyrë, duke nisur nga fakti që tha se Rusia është ajo që i ka kartët në dorë, më pas disa muaj më pas tha Ukraina mund ta fitojë këtë konflikt me ndihmën e të gjithë aleatëve, tha se Vladimir Putin e kishte mashtruar sa herë i thoshte se donte paqen, kishte bombarduar Ukrainën, pati një vendim të administratës amerikane për më shumë sanksione dhe kemi një kthim të Donald Trump në krah të Moskës. Kush do të jetë hapi i ardhshëm i kreut të shtëpisë së bardhë sipas jush? Është e vërtetë që thoni, është e vështirë edhe për ta parashikuar, me thënë drejtën, sepse ka pas luhatje në qëndrimin e tij, ashtu siç e theksuat edhe ju. Kjo ka filluar që në fushatën elektorale. Ai erdhi në pushtet me premtimin që për 24 orë do jepte fund luftës, gjë që duke e pamundur natyrisht, duke sikur ishte në kuadrin e fushatës, kuptoj, por gjithsesi mbase mendonte që duke patur marrëdhënie personale mbase me Putin, mendonte se mund të jepte fund luftës, por lufta ka rrëmë më thella se kaq. Pra, fillimi i luftës nga Rusia nuk është thjesht sepse pati u ngrit në mëngjes dhe mori vendim Putin edhe sulmoi Ukrainën. Kështu që nuk ishte edhe aq e thjeshtë. Dhe qëndrimi i administratës Trump ka qenë i lohatshëm. Ju thoni luhatshëm, kjo edhe për një president pa përvojë sa i përket situatave të luftës nga një administratë e cila nuk ka përvojë në dur diplomatike për t'u qasur Europës në një moment të tillë dhe vetë Ukrainës, a vjen ndoshta e gjithë kjo situatë nga zgjedhjet që Donald Trump ka bërë për të pasur njerëz të caktuar në kabinetin e tij? Edhe ajo është, por në Shtetet e Bashkuara natyrisht që ka institucione që merren, ka dhe institucione të pavarura që japin opinione për çështje të ndryshme. Dhe zakonisht administrata këto opinione i merr në konsiderat. Por është e vërtetë edhe kjo. Por ka dhe një gjë tjetër që është dhe propaganda ruse. Ka patur paralel me luftën, Rusia ka një propagandë, një makineri propagande shumë të madhe. Nga njëherë është shumë e sofistikuar, është vështirë edhe për ta dalluar nga e vërteta. Para disa ditësh për ta ilustruar, një nga institutet prestigjioze amerikane, që është Instituti i Studimeve të Luftës, ishte detyruar të publikonte në faqen e saj në internet për një njoftim që ishte dhënë gjoja në emër të institutit dhe e kishte përgjigjëstruar. Pra, deri këtu kishte arritur nëpërmjet inteligjencës artificiale, kishin prodhuar një lajm sikur ishte autentik i këtij instituti. Pra, kemi të bëjmë edhe me një fushat hibride të Rusisë për dësuar. Natyrisht, po kjo është propaganda, është luftë psikologjike dhe dua ta lidh edhe me këtë pyetjen që i bët Zoti Veliu. Po, Zoti Veliaj. Çështja është që Rusia e ka propaganduar sikur po arrin sukses në terren. Realisht si vjet, po të shohësh statistikat, progresi i Rusisë në terren është 0.77% e territorit të Ukrainës. Pra shumë pak. Dhe është më pak se vitin e kaluar. Dhe kjo vjen gjithnjë duke rënë. Dhe po prapë sipas statistikave, pala që mësyn, që në këtë rast është Rusia, ajo ka sulmuar Ukrainën, është një nga luftrat, përparimet më të ngadalta të gjithë luftrat të 100 viteve të fundit. Por Rusia arrin që me propagandën që ka, mbase arrin që të bind edhe personat caktuar mbase në administratën Trump që ajo mund ta fitojë luftën. E qartë. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër për të rikthyer pas pak për të diskutuar elemente të tjerë të rëndësishëm të këtij diskutimi që u mbajt në Shtëpinë e Bardhë, por sigurisht edhe kundër përgjigjen e Rusisë, e cila thotë se nuk është e gatshme për paqen nëpërmjet një sinjali të qartë ku kërkon të akuzojë Ukrainën për sulm pikërisht ndaj një ndërtese qeveritare. Të gjitha këto më njëherë pas shkputjes.
Pavarësisht mos një dakordësie të qartë mes Donald Trump dhe Volodymyr Zelenskit, fundjava solli një sër skenarësh nga mediat ndërkombëtare, të cilat, duke cituar burimin pranë shtëpisë së bardhë, zbuluan disa nga planet më të mundshme për t'i dhënë fund këtij konflikti. Nga një marrëveshje e cila do të ngrinte kufijt e luftës, apo më saktë, frontin e luftës për një armpushim 65 ditor, që do të mundsonte referendum dhe zgjedhje të reja në Ukrainë, e deri tek modelet gatshme të konflikteve gjeopolitike më të rëndësishme botërore. Mediat ndërkombëtare sollën kështu disa prej opsioneve të cilat mund të jepnin fund luftës në Ukrainë, duke përfshirë këtu mundësinë që Ukraina të shmangte lëshimin e territoreve derisa populli të vendoste nëpërmjet referendumit. Kolonel Neziri, në të gjithë këto skenare që u paraqiten në mediat ndërkombëtare, sipas jush kush mund të ishte modeli më i mirë për Kievin? Po, çështja është që palët duhet të kenë një pikë kompromisi. Çështjet më nxehta në territori, kjo është pika më nxehtë, edhe centrale e Zaporizhjes. Po, janë diskutuar disa opsione, por më optimali që në një farë mënyrë i kënaq pak a shumë të dyja palët dhe përfundon luftën, është një armpushim afatgjat, pa aktivitet më në front, pra pa luftë në front, pa luftime, ndalimi në atë vijë ku është sot fronti, krijimi një zone tampon, natyrisht monitorim ndërkombëtar, mund të jenë OKB-ja. Pati dhe fjalë nga mediat ruse se Vladimir Putin pra do të ishte i gatshëm të bënte një diskutim për ngrirjen e frontit apo edhe shkëmbim territoresh për Luhanskun dhe Zaporizhjen, pra aq kohë sa do të merrte Donjeckun. A është ky një skenar i mundshëm duke parë edhe zhvillimet e fundit të Rusisë? Po, kjo ka qenë në fillim, ka qenë një nga opsionet e paraqitur nga Rusia, pra donte të merrte Donjeckun dhe të ngrinte frontin në pjesën jugore. Por opsioni më optimal është ky që të ngrihet fronti, pra një model, le të themi, i Kores ose i Çiprës, ku Ukraina nuk është e detyruar zyrtarisht pra të jap territor, pra nuk e njeh, pra janë ndaluar trupat aty ku është fronti, dhe nga ana tjetër Rusia nuk e merr zyrtarisht, por e kontrollon faktikisht në praktikë. Dhe kjo jep kohë, e para ndalon luftën, ndalon gjakderdhjen, dhe jep frymëmarrje, me fjalë mund të rindërtohet, vazhdoj rindërtimi i Ukrainës, mund të filloj lehtësimi sanksione, por kjo e kushtozuar për Rusinë, e kushtozuar nga kushtet ose nga ato që do plotësoj Rusia, hap pas hapi. Po kështu mund në terma afatgjat, kjo krijon stabilitet, por nuk zgjidh problemin. Ndërsa sa i përket centralit bërthamor, është menduar që mund të kontrollohet, menaxhohet nga Agjencia Ndërkombëtare Atomike, IAEA, dhe prodhimi të ndahet përgjysmë ose shitja, me fjalë ato të ardhurat nga shitja. Kështu në një farë mënyrë, edhe çështjet e tjera. Edhe duhet thënë, Shtetet e Bashkuara duan përfitim nga Zaporizhja dhe plani i tyre i marrëveshjes arrin në një ndarje 30-30-30. Po, Donald Trump mund ta humbë këtë shans, duhet të flasim për një president biznesmen. Natyrisht që pati një projekt që ishte edhe për asetet e ngrira, që donte pjesë tek asetet por mbi gjithë ato asete janë sekuestruar nga Europa, imagjino. Kërkon t'i marrë Europës nga xhepi parat të cilat ja ka pezulluar Rusisë. Ndërkohë, zoti Veliu, duke parë gjithë situatën në front dhe një Rusi e cila në pamje të parë nuk po kërkon paqe, kush do të ishte skenari optimal i ndaljes kësaj lufte sipas jush? Po, në qoftë se shohim skenarin, është e vështirë për të thënë, Mirë, por në qoftë se në retrospektiv shohim se për çka filloi lufta, thua se të gjitha Ukraina i humbi. Domethënë, edhe në qoftë se sot do të kemi një marrëveshje, çfarë do qoftë ajo, Ukraina sërish nuk do të jetë pjesë e NATO-s. Njëra nga pikat kyçe që e bëri Rusinë për të intervenuar apo për të filluar luftimet në Ukrainë. Pastaj pjesa e humbjes së territoreve duket se është, si sta edhe koloneli, është pika më e nxehtë dhe e cila e bën që të mos kemi arritje të në marrëveshje apo të kemi edhe zhagitje drejt asaj. Është folur për një plan
me sa duket që duhet jetë pak jo tërësisht i hapur për të gjithë, ku flitet për teritoret të caktuara, të cilat janë pushtuar tani nga Rusia dhe është përgatitur një plan sipas të cilit në ato pjesë ku janë të jetë banuara me nga komuniteti rus, të kenë një autonomi substanciale që në fakt përkon me atë që e tha dhe koloneli që do t'jenë pjesë Ukrajinës, mirë po do të mbikëqyren nga rusët. Ndoshta do t'ishte një mundësi për të ndalur gjakderdhe, kur t'kiet për bazë se ka kaluar numri pej 1 milion njerëzësh që kanë humbur jetën në këtë periudhë të luftës pik në mes të Europës. Dhe mendoj që në këtë drejtim, si Zelenski, ashtu edhe Putini duhet shohin më tepër interesin e vendit dhe popullit të tyre, si sa të merren me presidentin biznesmen, i cili në çdo rast sheh gjithë politikën e ka kthyer në biznes dhe mundohet të përfitoj, duke filluar me asetet e ngrira që thatë ju më herët, pastaj me 30% edhe të centralit, Zaporizhjes apo centralit bërthamor, pra më tepër të jetë në këtë marrëveshje të jetë inkuadruar edhe Europa, pasi edhe Ukraina është pjesë e Europës dhe si e tillë e ka të drejtën që të thët edhe fjalën e vet, pra rreth asaj marrëveshje, për çka nga presidenti Trump është injoruar tërësisht dhe nuk ka dashur asnjëherë të flasë me europianët rreth problemit dhe zgjedhjes së problemit në Ukrainë-Rusi. Te dhe qartë, ndërkohë, Zoti Veliu, do t'ju bëj edhe një pyetje të fundit, duke parë të gjithë, le të themi, trajektore në këtij procesi për paqe nga Donald Trump. Mendoni se viti 2026 do të jetë një vit kur Kryeushtëpisë Bardhë do të zgjohet, do të kuptojë se është Rusia ajo që nuk e do luftën, dhe a parashikoni apo mendoni se mund ndodh një kthim 360 gradë i qëndrimit të tij për të furnizuar Kievin më shumë armë dhe më shumë municione, të cilat mund të jenë një kërcënim për industrinë e vjetruar ruse? Po është e vështirë për të thënë një gjë të tillë, pasi ne e dimë që shumë herë qëndrimet e presidentit amerikan kanë ndryshuar edhe brenda ditës. Ka thënë diçka para dite, ndërsa pas dite ka ndryshuar qëndrim. Nuk është se ka qenë këmbulës me atë se çfarë ka deklaruar dhe e ka bërë. Unë uroj që në një moment të caktuar presidenti Trump të jetë i këshilluar më mirë nga kabineti i tij, nga njerëzit e tij, nga ata që e rrethojnë dhe të jetë përgjegjës kundrejt edhe aleancës veriatlantike, pra më shumë se sa deri më tani, se ne kemi pasur raste të shumta kur Rusia ka bërë shkelje territoriale, pra me shumë aeroplan rus kanë kaluar në përvendet të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Edhe në këtë mënyrë të dalin në ndihem sa më shumë që është mundur Ukrainës, se të fundit Ukraina në luftë është viktim e politikës amerikane-europiane kundrejt Rusisë. Te edhe qartë. Lulzim Veliu, falenderoj që ishte në mbrëmjen e sotme me mua në War Report. Kolonel Sami Neziri ishte kënaqësi të kisha sonte në program. Kemi mbritur kështu në fund të War Report edhe për mbrëmjen e sotme. abcnews.al është adresa ku mund të informoheni në kohë reale për të gjitha zhvillimet e reja nga vendi, rajoni e bota, por sigurisht mund të na dëgjoni edhe në radio ABC 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë natën e mirë.